Me qa jeton? Tu jetojmë me prodhime, me bujqësi. Me bujqësi, nuk e ke lëmë fshati. Jo. Shumë mirë. Vazhdojmë të mbahemi me vështirësi, ta mbajmë dhe të mbijetojmë. Të sakrifikosh për të qenë këtu. Po. Me shumë vështirësi, se këtu vujmë nga rruga, vujmë për ujë, vujmë edhe për drita. Edhe për drita? Po ma thanë që herën e parë mu që ju, su zgjidha i problemi? Thanë herën e parë, edhe... Keni problem gabinën ju aty? Është gabina problem. Shumë gabina problem. Edhe du t'i thëmë dhe drejtorit keshit, kush është dhe që kishim për fushat. Po? Kur u bën fushata. A erdi këtu, e ka Erdhi dëgjuar për fushat. Po? Aty ku është gabina, Po? është dhe një familja e ka 30 metra. Po? Gabinën. Gabina është për toke. Gabina është skandal. Gabina është me të kuqe, me tulla, apo jo? Jo, s'ka tulla, që gabina është rafshu. Është rafshu, është për toke me mundje, dhe du t'i tham ati, drejtorit, që kur erdhi këtu për fushat, premtoi dhe i kërkoi leje, ata sot nuk e kemi këtu që e ka shtëpinë, atë i kërkoi 3 muaj leje, mes të gjithëve këtu, i tha do më japsh 3 muaj leje, për të rregullu gabinën dhe për të rregullu, ikën 3 muaj, edhe 13 kaluan dhe nuk po vejnë ndër. Ja kuptoj. Me këto drita, me këto rrugë, me këto pa ujë, si do të shkojmë përpara ne, si do të bëjmë, si do të jetojmë. Folim për ditë, edhe kriminalizit të folë Evropa, për qa Evropa më? Ku do të shkojmë në Evropë? Kush të fut në Evropë dhe Evropa duhet të shohin, edhe ato kur janë të njerëz si duhet të futen në Evropë. Pa drita, pa rrugë, pa ujë, pa shkolla. E kemi shkollën në Ladi atje s'ka banjo, nuk ka ujë, nuk ka drita, nuk ka derë, nuk ka dritare. Qiko bini shiu, bini brenda. Po mësus ka, mësus pak? Po mësus jashtë, po mësusi që të bëjnë mësusi, do t'i bëjnë qatin, apo do s'jellin që të bëjnë mësusi. Nuk ka as një lloj kushti shkolla. Ja pra, si do të shkëm për para në, me këto kushte. Nuk kemi zjanat ma elementare, nuk bëm për para këtë vend. Nuk shkohet as në Europë, nuk shkohet as kundi me këtë lloj shteti, me këtë lloj investimi. Me kuptoj. Kam vazhdu dhe urën atje, po prap nuk e zgjidhin. Ura që po bëhet? Ura është... Jo, sa kemi kërku. Ura nuk na i përfshit të di projnë, sa të të di projnë. Ura atë do të bënë që ti kapte të di projnë. Ne ato po eliminojnë njënin, po ne elen prap tjetrin që është aty 50 metra njëni me tjetrin. Do t'i kishim përfshin të dy. Po se, mund bëjë një urë për të dy? Po mund të bëjnë ura për të dy. Me të njëjtën investim? Po. Ja, të shkoshin diçka, se du t'jetë më gjatë. Du t'i kishtë vënë një zgjidhje përfundimtare, kurse ne pra prap do të vazhdojmë. Zgjidhje gjysmake thua? Gjysmake është. Gjysmake, se nuk mund t'i thamim një zgjidhje plot, kur ne do të mbesim prap. Tani ju do kalonin të ura e mirë, po pastaj i bie të kaloni prap në shtrat? Po do të kalem prap nga i pro, do të kalem pro në tjetër, që dhe ai do prishet, dhe i prap do prishet, do nalej dhe i. Edhe nuk është një zgjidhje aty ku është bënë përfundimtare. Nuk e di që të themim. Unë nuk e di që inxhinieri kush e ka pa, si e kanë pa. Po çdo njeri si ta shohin do të jepte një zgjidhje përfundimtare. Po, e zauruse, për me çu deri tek shtëpia e fundit, me çu rrugë. Me çu mundësinë për të shkuar në shtëpi. Nuk e di si mund të ndërtojmë na, thot shteti, thot mi kriminalizit, ndërtoni bujtinë, bën pa rrugë, pa ujë, pa drita. Çfarë do të ndërtojmë na? Ku do vi turisti? Do ta kthem turistin 100 vjet mbrapa. Jo, turisti nuk hyn aty. Ti japim turistit. Vetëm po erdhi në komb ose po erdhi me motor. Me motor, ja, dhe ata me motora vinë ata. Hyn se kanë sa motorra të mëdha. Pra nuk ecet përpara. Po vetëm çdo ditë mbrapsht po shkon. Rrugët çdo ditë po amortizohen. Investime bëhen në to. Ne erdhëm tokë thatë dhe është ajo e pakalueshme. Po prandaj pra rrugët janë bënë. Do vazhdojmë sezonin e tomates, rrugat janë copash. Rrugët janë copash. As beton, as një lloj gjëje siç i keni pa. Nëse ne shpresojmë shumë që pas këtij emisioni të dytë ketë një reflektim serioz në bashki, se do jetë e pakuptueshme nëse bashkia do vëj dorë. Shpresat në rindjallën çdo 2 vjet, mbushmi plot me shpresa, pastaj shuhen. Po, për shkak të zgjedhjeve. Po.
Pra këtu jetohet për një ditë, për ditë në Për zjerë. një ditë, s'ka. Dert vind të djathtë, dert vind të majtë, të gjithë kënaqin atë ditë, t'japin kohët, t'japin kuptoj. afate, ama investimet janë Qartë. Atje tek ju ka fëmijë që Vështire. kalojnë atë shtratin e lumit? Apo jo, i çojnë me makina? jo më s'qon në makina. S'ka më fëmijë, ka mbet më Të fëmijë. mesmen se bo kush fare këtu, do të detyrohen shken ta bëjnë në vanar, se nuk shken 2 orë, në kam se makinat nuk kalojnë, Pra nga se këtu nuk rrugët bllokohen, jo, nuk shkojnë. Lagjet tani asnjë nxënës nuk ka arrit ta mbarojnë në shkollën e mesme nxipër sepse është larg. Larg. Mjetës s'ka, për shembull që ketë bashkia në një, po s'ka dhe rrugë, se mjetët nuk henin çdo kohë. E kuptoj. Do të ngelin rruga 10 ditë, 2 javë e bllokuar, shkolla nuk linjet as. E kuptoj. Pa shkollë. To janë hallat e problemet. Kush ka ndonjë problem ndryshe? Tjetër, faleminderit juve. Tjetër që se kam dëgjuar. Diçka tjetër që e kanë lënë pa thënë, që të mos na mbetet në një merak. Po një to kemi të gjithë na. Ha? Rruga. Kryesorja është rruga. Po, do me thënë, hyri demokracia, po mbushim kohë gati sa diktatura, gati edhe për 4 vjet barazohemi dhe ne diskutojmë rrugën. E njëjta problem. Ne diçka në Evropë pa rrugë. Në të mëshme.